Dhe duhet i njohim meritën e Wilsonit që në një farë mënyrë garantoj atë Shqipëri të vogël që ngeli. Se edhe ajo s'diha do ishte, domethënë. Edhe Noli me Konicën. Po, Noli me Konicën, patjetër, po flasim për Wilsonin, Noli me Konicën ishin ata të cilët ja hodhën këtë ide. Tani komuniteti shqiptar që filluar të rrite, sidomos Massachusetts, okay, edhe New York, kishte filluar të rrite dhe ishte krijuar shoqëria Vatra në atë kohë në New York. Vatra e atërshme, jo tanishme, zoti Vila. Vatra vazhdon. Kjo lë për diskutuar, po le koncentrohemi ke Vatra e atërshme. Vatra, domethënë Noli, Konica dhe ka qenë edhe tjetër Kos Çekrezi, të cilët në mënyrën e tjetër kishin debate me njëri tjetrin, po arritën që ta sillnin zërin e tyre në instancat më të larta të administratës amerikane. Dhe Wilsoni e dinte që ekziston një kom shqiptar, i dinte pak a shumë idealet e shqiptarëve dhe mbajti anën e Shqipërisë përgjithsisht. Domethënë, Wilson ishte për një ndarje drejt botës. Wilsoni nuk ishte për shembull që Gjermania të pagonte riparacione, që të çojë luftën e dytë botërore. Pra kjo është faza e parë. Pastaj vjen faza e luftës së dytë botërore, në cilën siç dihet është Hitleri mori pushtetin në Gjermani, Hitleri mori në fillim Sudetenland, Çekoslovaki, me Anschlussin mori Austrinë. Pastaj, domethënë, filloi që gjithmonë më tepër të merrte, bëri aleancë me Duçën, cili ishte kreu i fashizmit në Itali, në Rom, gazetar. Hitleri ishte kreu i Partisë Nacionale Socialiste, një parti e cila ishte jashtëzakonisht e vogël. Hitleri u zgjodhi dhe pastaj nuk iku më nga pushteti. Dhe filloi lufta e parë botërore që ka filluar me sulmin që Gjermania e bëri Polonisë në shtator të vitit 1939. Dhe direkt 2 ditë, 3 ditë më vonë, Anglia dhe Franca i shpallën luftë. Neville Chamberlain ishte kryeministri i Gjermanisë, i cili ndoqi atë politikën e mos përzierjes, si të them, appeasement, domethënë bëj qefin Hitlerit, dhe Hitleri mori gjithë territorin, sa më shumë merrte, aq më shumë donte. Dhe pastaj, domethënë gjatë luftës së dytë botërore, në Angli u ndryshoi qeveria, erdhi Winston Churchill, atëherë Amerika u fut luftë në Pearl Harbor në vitin 1941, kur Japonia, e cila ishte aleat me Gjermaninë dhe me Italinë, sulmoi papritur në Pearl Harbor, në Hawaii. Papritur. Mund i dije që ata do sulmonin, po jo në këtë lloj mënyre, dhe ajo atë natë Churchilli ka vajtur në krevat dhe tha, unë shkova atë natë në gjumë duke fjetur, duke ditur që bota e re do ngrihet të nesërmen për të shpëtuar botën e vjetër. Bota e vjetër është Anglia, ajo që themeloi, ishte koncepti bota e vjetër me botën e re. Dhe që nga ky moment, Amerika u fut pak më vonë luftë, domethënë nga shtetet tjera, industria këtu, sidomos shtetin ku ne jetojmë, shtetin Michigan, Willow Run e ato tjera që janë poshtë nga duke shkuar për Ann Arbor, nga Ypsilanti, ato tjera, gjithë ato fabrikat u kthyen në fabrikat e Fordit, janë fabrika që prodhonin municion, që prodhonin tanke, që prodhonin aeroplane e tjera. Domethënë, industria ju dedikua luftës. Po. Dhe si përfundim, Amerika doli shteti më i fuqishëm gjatë luftës, mbas luftës së dytë botërore. Rival kishte Rusin, u krijuan ato dy kampet që ne dim, nga një anë kampi demokratik, nga ana tjetër kampi bolshevik, për fatkeqësinë tonë që ndodheshim në atë kamp, u krijuar perdja ftohtë që ndante këto dy. Kështu që Amerika, që nga ajo kohë deri tani, ishte superfuqia, do thosha edhe në atë kohë, se superfuqia primare, por aktualisht është vetëm. Pse mbas viteve 1945 e mori atë titullin si lider i lirisë në botë? Po pra jam pikërisht për gjitha këto gjëra të cilat ne po themi, sepse sistemi që Amerika kishte ishte sistem demokratik. Dhe tani ishte sistem demokratik dhe në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër ky sistem rrezatoi në të gjithë botën e mbas luftës. Tani Amerika tradicionalisht ka pasur këtë lloj ideje që ka qenë kundër kolonializmit. Domethënë ishte kundër lufta e parë botërore që përmendëm, shkaku kryesor ishte kolonializmi, sepse gjithë kërkonin koloni. Gjermania që është formuar si shtet më vonë, erdhi në tryez më vonë, ndërkohë që kolonitë pothuajse ishin zënë. Anglia pothuajse kishte koloni në Afrikë, kishte Indinë, kishte Australinë. Australia nuk mund të quhet koloni, po këto kishte koloni në Kanada, nuk mund të thosh,
janë pjesë e Commonwealth-it, se këta kishin nivel tjetër, ishin themeluar nga Britanik. Po këto shtetet e tjera, India, në Afrikë, ose Hong Kong, ose këta tjerët, këta ishin kështu, ishin komplet me banor indigjen, me banor vendas që sundoshin nga Anglia. Të gjitha shtetet kishin, Belgjika, Franca, kishte Senegalin, Belgjika kishte Kongon, ka bë krimet mëdha në Kongo biles. Atëherë Anglia, Gjermania po përpiqet të futej, po ishin zënë vendet. Atëherë për të krijuar këtë kolonit për vete ose gjithmonë luftohet për materialin e parë, për lëndën e parë, Gjermania filloi këto lloj luftash. Japonia nga ana vet, sidomos lufta e dytë botërore, Japonia është një vend që s'ka asnjë lloj minerali. Nuk ka mineral Japonia, po Japonia ka atë ekonomi që ka sot. Kështu që, domethënë, Amerika ka qenë tradicionalisht kundër kolonializmit, po ideja kryesore mbas luftës së dytë botërore ishte demokracia dhe drejtat e njerëzit. Dhe dua të insistoj te kjo sepse thuhet, Amerika ka menin vetëm për të marrë, për të grabitur. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, sido që mund të duket në një moment kohor, që është në historinë e gjatë të kombeve, është vetëm një fotografi. Është një fotografi. Një person, një kongres, një president, është vetëm fotografia saj që do ndodhi më vonë dhe mund të ketë ngjarje me të cila ka ulje dhe ngritje. Por këto ideale janë idealet që përcaktohen që nga fillimi, idealet e kombit amerikan. Kështu që meqense Amerika ishte lideri i shteteve demokratike, ku janë ato, tiparet kryesor janë ato që përmendëm, liria e besimit, liria e shtypit, liria e fjalës, liria e udhëtimit u bë shumë serioze mbas luftës së dytë botërore, se gjitha këto këto kombet që ranë nën pushtetin sovjetik. Nuk lejohen më që, për shembull, Gjermanët u krijua qyteti Berlinit. Dhe u krijuan dy Gjermani. Një Gjermani ishte Republika Federale Gjermane, ose Gjermania Perëndimore. Gjermania tjetër ishte Republika Demokratike Popullore Gjermane. Si ishte as pak demokratike, kontrollohej nga Rusia. Erich Honecker kontrollohej nga Rusia, nga Bashkimi Sovjetik. Po këto tre shtetet, Anglia, Amerika dhe Franca, i bashkuan territoret dhe formuan Gjermaninë Perëndimore. Rusët u futun të parë në Berlin. U futun të parë, ata e sulmuan, morën Reichstagun që edhe Hitleri vrau veten, por tani gjithsesi këto tre shtetet morën një pjesë të Berlinit dhe i bashkuan dhe bën Berlinin Perëndimor. Tani shumë njerëz nga Berlini lindor shkonin në Berlinin Perëndimor. Shkonin, sepse kishte liri, po qëse dilnin në Berlinin Perëndimor, kishte dalë në botën perëndimore. Atëherë rusët, bashkëpunim me qeverinë vendase gjermano-lindore, e rrethuan qytetin me një mur. Dhe ky mur u bë simboli i luftës sot. Ky quhet Muri i Berlinit. Muri i Berlinit. Dhe meqense jemi te kjo pjesë e historisë, dy presidentë kanë shkuar dhe kanë mbajtur fjalimin në Berlin. I pari është Kennedy, i cili tha frazën e famshme, Ich bin eine Berliner. Unë jam berlinez, do më thënë, unë jam si ju, sepse ju e një njerëz lirë, gjithë qytetarëve të lirë të botës dhe të Berlinit, unë them që unë jam berlinez gjithashtu. Jam si ju, ndërrojt një të gjëra. Dhe i dyti pastaj, Ronald Reagan, i cili në qershor vitin 1997 shkon atje ke porta Brandenburgut, që është porta që ndan Berlinin, nga ana tjetër është muri i Berlinit, dhe drejton këtë apel. I thot Gorbaçovit, Zoti Gorbaçov, nëse ti do me të vërtet lirinë dhe liberalizimin, hajde vizitoje këtë portën e Brandenburgut. E pastaj, një pauzë vogël, Zoti Gorbaçov, tear down this wall. Zoti Gorbaçov, shkërmoqe, shkatoje këtë mur. Kam qenë i vogël fare kur kam dëgjuar këtë. Kam dëgjuar live tek Rai Uno diçka e tillë. Thash me vete, ky njeri e kupton se ç'do ndodhi. Ky njeri kupton kohrat. Reagani nuk ka qenë këto Ivy Schools, ka qenë as Harvard, as Yale, as Columbia, as Princeton, ka qenë një shkollë në Illinois që quhet Eureka. Eureka i gjeta, ajo shpreha e famshme e Arkimedit. Dhe ai kishte më tepër vizion, e kuptonte se ç'ishin njerëzit në anën tjetër të botës, sidomos në shqiptarët që ishin në dhunën më të tmerrshme në botë ndoftë mbas Koreas Veriut. Dhe ai e kuptonte, tear down this wall, do të thënë shkatroi barierat. Ai Gorbaçovi ishte progresiv për sistemin që ishte. Dhe kështu Amerika u bë ky vend i cili projektonte jo vetëm forcë,
e para që bëri bombën bërthamore, tjera, por projektonte liri dhe projektonte të drejta njerëzore gjatë gjysmës së dytë shekullit 20. Si ishte lufta e ftohtë dhe roli i Shtetit Bashkuar të Amerikës për rrëzimin e luftë kundër komunizmit? Lufta e ftohtë në konceptin vizual është luftë ndërmjet dy sistemeve. Është luftë ndërmjet sistemit demokratik nga një anë dhe sistemit bolshevik, sistemit komunist nga ana tjetër. Dhe është një luftë, pse quhet luftë e ftohtë? Është një luftë e ftohtë sepse të dyja këto superfuqitë, të dyja këto në bloqet përkatëse, Amerika në krye të bllokut perëndimor, së bllokut demokratik, dhe Rusia ose Bashkimi Sovjetik në krye të bllokut lindor, nuk përballen kurrë me njëra tjetrën në kuptimin e betejave drejt për drejta. Dhe pse ndodhi kjo? Sepse të dyja këto shtete krijuan bombë atomike. Domethënë, tani nuk ishte më beteja e tillë që un kam 70.000 ushtar me Kalashnikove me tanke, dhe ti ke 80.000 ushtar me aeroplane me Kalashnikov, dhe ne tani do përplasemi me njëri tjetrin kush fiton. Jo. Tani problemi është kështu që me një shtypje butoni ti largon, shkatroj një qytet. Edhe Amerika, edhe Bashkimi Sovjetik ose Rusia e sotshme praktikisht kanë arsenal bërthamor të mjaftueshëm që ata mund të shkaktojnë dëm të pariparueshëm të planetit. Njëra ka 5.000 armë bërthamore, tjetra ka 4.900. Janë në balancë, po thosë. Por domethënë ajo që u them studentëve është kështu, është llogaritni dy qenë, një German Shepherd edhe një Bulldog, një Pitbull, ke parasysh, të cilët lehin fort me njëri tjetrin, por nuk e sulmojnë njëri tjetrin, mbase qenë nuk janë, le të themi çakalli dhe ujku, okay? Ose tigri dhe luani. Tigri dhe luani. Amerika është luani, më dinjitoza. Tigri është më gangster, mund të themi, ke parasysh, ose më i Po luani ha. Luani, unë jam me luani, okay? Luani është madhështor, është majestik. Dhe këta llogaritë e dinë që nëse këta të dy do përplasen me njëri tjetrin, atëherë të dy do t'i shkaktojnë dëme dhe të dy praktikisht nuk do arrin që ta përballojnë sulmin inicial. Luani do t'i kafshojë zemrën, tigri do i kafshojë qafën dhe të dy do dëmtohen, okay? Nuk jemi këtu që të themi se kush është më i forti, okay? Kështu që të dy këto duke e ditur që kishin këto lloj arsenalesh, arritën atë që quhet detant kjo. Detant, do me thënë që ti nuk sulmon i pari, por nga ana tjetër këto ka luftuar me atë që quhet proxy, me shtetet të tjera që bënin luftë dhe këta e furnizonin. Për shembull, lufta në Vietnam, që Amerika u përzi atje, pa dashje mund të themi se ishte betejë franceze, Amerika ishte koloni franceze. Amerika që mos vinte komunizmi më poshtë, mbështeti qeverinë e Vietnamit të Jugut. Armët ishin kineze dhe ruse. Amerika praktikisht po luftonte me vietnamezët që furnizoshin për atyre. Lufta në Afganistan, që doli dhe koncepti mujahidinëve, gjithë tjerëve, armët e tyre ishin armë amerikane nëpërmjet Pakistanit, ndërkohë që Rusia do me thënë, luftonin me të tretë, si me thënë, kur ishin aty. Nuk kishin beteja të drejt për drejta me njëra tjetrën. Tani, simboli më i madh i kësaj lufte sot ishte muri i Berlinit, sikundër tham, por ajo që duket ndarja më e madhe është një fjalim që Churchilli e ka mbajtur në Missouri, dhe thotë që nga Shqeçini, që është në Poloni, e deri poshtë në Ballkan, thotë, ka rënë një perde e hekurt, e cila ndan Evropën. Dhe në anën e gabuar të saj perdes së hekurt, thotë, ndodhen disa nga kryeqytetet më të larta, më të mëdha të Evropës, siç është përmendit Praga, Varshava, sepse do ndodheshin në anën e gabuar. Dhe lufta e ftohtë krijoi konceptin e perdes së hekurt, sepse nga një anë ishin vende demokratike, të cilat kishin të drejtën të zgjidhnin, kishin lirinë e fjalës, lirinë e shtypit, drejtën e zgjedhjes etj. Dhe nga ana tjetër ishte ky sistem vrastar kriminal që ka shkaktuar 90 milionë të vdekur në historinë botërore. Se jo vetëm Rusi, po pastaj përhap në Kinë. Mao Zedong dhe Stalini janë dy kriminalët më ndënë të historisë njerëzore. Hitleri mund të jetë i treti. Gjingjis Khani e tjerë, është në mesjet.